Përshëndetje nxënës, po filloj me orën e radhës. Sipas planifikimit është vëllimi dhe njësitë matëse. Datë 11 maj 2020. Ne kemi bërë fjalë para për njësitë matëse, por ja sot kemi vetëm për vëllimin. Njësia themelore për matën e vëllimit është metri kub. Simbolikisht metrin kub e shënojmë 1 m në fuqinë e 3 dhe lexohet 1 metër kub. Shtrohet pyetja, ç'është kjo 1 metër kub? Mbani mend mirë, 1 metër kub është hapësira e cila ndodhet brenda kubit me tehet nga 1 metër. Do të thonë, gjatësia e tij 1 metër, gjerësia 1 metër dhe lartësia e tij 1 metër. Kemi një njësi më të mëdha se kubi, por kemi edhe njësi më të vogla se kubi. Do i përmendim të gjitha me radhë. Dekametri kub. 1 dekametër kub është e barabartë me 1000 metra kub. Hektometri kub është, shigjoni, rritja e zerove bëhet për 3, do të thonë 1 milion metra kub. Dhe kilometri kub, pra 1 kilometër kub, numërojmë zerot 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, pra 10 në fuqinë e 9 metra kub, ose 100 milion metra kub. Po ashtu kemi edhe njësitë më të vogla se metri kub, të cilat janë. E para është decimetri kub. 1 decimetër kub është e barabartë me 0, pra është mijta pjesë e metrit kub. 0,001 metër kub. Centimetri kub është e 100 mijta, 0,00001 metër kub. Dhe milimetrin kub e kemi pra 0,01 milion të pjesë e metrit kub. E dini se kubi është 3D formë, prandaj rritja e njësive të vëllimit apo zvogëllimit tyre bëhet për 3 zero. E tash, te njësitë e gjatësisë, në qoftë se kujtohet, kishim rritjen prej njërës njësi në njërën njësi tjetrën, më të madhe ose më të vogël, për 1 zero. Te syprina kishim rritjen e njësisë për 2 zero, gjithësisht zvogëllimi për 2 zero, tash vëllimi pasi që kemi 3D, atëherë rritja bëhet për 3 zero. Shembull, të shndrohen 5,3 metra kub në centimetra kub. Prej te metri kub deri te centimetri kub kemi 2 kërcime, andaj, pra, shumëzojmë me numrin i cili ka 6 zero, që i vihet jetë 5,3 metra kub e barabartë me 5,3 herë ja shigjoni numrin me 6 zero që i vihet jetë 1 milion. 5,3 herë 1 milion ja e fituam numrin e dhënë, i cili është barabartë me 5.300.000 centimetra në kub. Tash po marrim një njësi tjetër të shndrojmë. Të shndrohen 32,3 metra kub në dekametra kub. 32,3 metra kub në dekametra kub. Prej te metri kub deri te dekametri kub kemi një kërcim. Andaj çka bëjmë? 32/3 metra kub është e barabartë në 32/3 pjestojmë, pra pasi që shkojmë prej njësisë më të vogël, njësi më të madhe, atëherë pjestojmë, dhe kjo është e barabartë me 0,0323 të 10.000 dekametra kub. Sa për ilustrim që më mirë t'i mbani mend se si duhet të veproni gjatë shndrimit të njësive, ja unë kam paraqitur një skicë. Njësitë ja i kam paraqitur me radhë: kilometër kub, hektometër kub, dekametër kub, metër kub, decimetër kub, centimetër kub dhe milimetër kub. Në qoftë se shkojmë prej njësisë më të madhe në njësinë më të vogël, atëherë shumëzojmë me 1000. Bie fjala, prej kilometri kub shkojmë në decimetër kub. Numërojmë kërcimet 1, 2, 3, 4. 4 kërcime, ka 3 zero, 12 zero. Do me thamë, shigjoni, 1 kilometër kub është 1 njësh dhe 12 zero decimetra në kub. Po që se shkojmë prej njësive më të vogla, ka njësit më të mëdha,
Tash, në vend që të bëjmë shumëzimin me 1000, bëjmë pjesëtimin me 1000. Mos harroni gjithmonë ta keni parasysh këtë skic dhe do të mundeni shumë lehtë të bëni shëndrimin e njësive më të mëdha në njësi më të vogla dhe e kundërt, prej njësive më të vogla në njësi më të mëdha. Në jetën e përditshme përdoret dhe njësia litri për vëllim. Ç'është litri? Litri është ekuivalent ose i barabartë me 1 decimetër kub. 1 decimetër kub. Shembull, kemi një akuarium me dimensionin 125 cm, pra kjo është gjatësia, 45 cm gjerësia dhe 52 cm lartësia. Sa litra do të merr akuariumi nëse mbushet me ujë në lartësi 45 cm? Ja akuariumi, edhe një po i paraqesim për masa. Gjatësia 125 cm, gjerësia 45, lartësia është 52 cm. Mirë po akuariumi nuk mbushet për plot me ujë, mbushet në lartësinë 45 cm. Së pari njësojmë vëllimin e akuariumit. Si do të njësojmë? Shumëzojmë gjatësia, gjerësia dhe lartësia e pjesës së mbushur me ujë. Pra kemi A herë B herë C, që i bie të jetë V e barabartë me 125 cm ishte gjatësia, 45 cm ishte gjerësia dhe 45 cm ishte lartësia deri ku mbushet me ujë. Pasi të shumëzojmë të gjitha këta, do të fitojmë se vëllimi është i barabartë me 253.125 cm në kub. Detyra kërkon të gjejmë sa litra ujë zen akuariumit. Çka bëjmë tash? Centimetrat në kub i shndrojmë në decimetra në kub. Prandaj, shiqojmë e rikujtojmë gjithmonë tabelën që kishim pak më parë, prej centimetra në kub në decimetër kub më lart kemi një kërcim. Një kërcim kemi 3 zero, do më thënë numrin 253.125 e pjestojmë me 1000 dhe fitojmë 253 presë 125 decimetra në kub. Pasi që 1 decimetër kub ishte ekuivalent me 1 litër, atëherë i bie se akuariumi do të merr 253 presje. Shqipni unë kam bërë të rumbullakimin në dhjetorën e dytë, pra pasi dhjetorja e tretë është 5, e rrit për 1 dhe është e barabartë me 253 presje 13 litra. Për detyrë shtëpie ju do të keni në faqen 247, detyra 2 dhe detyra 9. Miru takoshim në orën e ardhshme.